Të nderuara familjet e dëshmorëve, invalid dhe ju veteranë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Nderuari General Jakub Numra, nderuar General Gjevari Gjeci, të nderuar kryetar Përparim Gruda, nderuar kryetar i veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, Dekan e Fushë Kosovë, nderuar Bashkim Shefi Shtabit Artan Gashi, të nderuar kandidat për Asambletë e Fushë Kosovës, të nderuar aktivist qytetar të Fushë Kosovës, mirë se keni ardhur. Me lejoni që në emrin tuaj dhe të Degës së Fushë Kosovës të uroj mirëseardhje bashkëqytetarit tim dhe kryetarit të ashëm të Fushë Kosovës, Zotit Rahim Tërnava. Me lejoni të uroj mirëseardhje në këtë ubim të organizuar nga Dega e Fushë Kosovës në mbështetjen e kandidatëve për Asamble të Fushë Kosovës, si dhe kryetarit ton Rahim Tërnava. Faleminderit shumë. Përshëndetje për ju familje dëshmorëve, bashkëluftëtar, pjesëmarrës të nderuar. I nderuar kryetari shoqatës, i nderuar Rahim, kryetari arshëm i Fushë Kosovës. Të nderuar deputet, të nderuar ju asambleist për Fushë Kosovën, përshëndetje për të gjithë. Kam prit që do t'jemi ma shumë, po me gjithato lira është e vogël, po ka vlerë shumë. Spari shfrytëzoj rastin të ju falenderoj për mbështetjen time që e keni bë, një mbështetje që më ka bë krenar dhe ju jam falenderues shumë, juve dhe kryetarit të Rahimit. Tash jemi në fushat zgjedhore, e kemi një mundësi të ardhë në dorën tonë, t'ja jepim një mundësi njeriut të punës, njeriut fjallës, njeriut të vendosur që e ka kallëzu vetën e për gjitha periudat, t'ja jepim mundësin të ndryshoj këtë qytet i cili besoj që jeni të mendimit me mua deri me tani është ban një qytet i katrahurës. Rahim Tërnava e ka një vizion dhe e ka një program të jashtëzakonshëm që shpresoj dhe besoj nëse ju qytetarët e Fushë Kosovës i jep një mundësin, do të besoj që do të jeni krenar dhe të lumtur që e keni qitë votën për kryetarin e arshëm. LDK-ja ka pos që shumë mandate, mendoj që fajtor kryesor në qoftë se fajsohet dikush për qytetin e Fushë Kosovës, mund të them lirshëm që fajsohet kryetari dhe LDK-ja. Për vetëvendosjen mund t'ju them Prishtinën e ka pas një kohë gjatë. Besoni që edhe ata që ja kanë dhënë votën janë kohë të pakënaqur jashtëzakonisht shumë. E keni modelin e Prishtinës sa e ka udhëheq Prishtinën, e keni edhe modelin kes që e ka udhëheq Fushë Kosovën. Mendoj që tash i ka ardhur koha e trive, i ka ardhur koha e energjisë të Rahim Tërnavës ta ndryshoj Fushë Kosovën me vizionin e tij.
dhe me ekipin e tij, cilën e ka të shkëlqyeshme, dhe me përkrajen nga Partia Demokratike që e ketë të pakursyer, e shumë shpresoj dhe besoj që qeverisja qendrore shpejt do t'jetë qeverisje nga PDK-ja. Kryetari i shtabit zgjedhor, faleminderit shumë gjithëve që keni ardhur në këtë tubim elektoral të Partisë Demokratike të Kosovës. Unë kam thënë disa herë në për shumë tubime që kemi pas në fushë Kosovë që Raim Tërnave në vlerësoj për shumë arsye, por një prej më të veçanta besoj është për faktin që ka qëndruar besnik edhe ka mbajtur fort degën e Partisë Demokratike të Kosovës në fushë Kosovë. Të nderuar pranishëm, në emër timin dhe në emër kryesisë degës së veteranëve të luftës së OQK-s degën e fushë Kosovë, ju përshëndes. Përshëndes General Nurin, kryetarin Ardje, Raim Tërnavën, General Gecin, përparim grupin deputetin Arjanitin, e falenderoj për këtë organizim bashkimi dhe gjithë juve tjerë në veçantia dhe asambleistët. Unë ju jam rinjës se cilit, ju falenderoj prezentës për mundën e punën që një të bëhet në gjithëson të marë. Falenderit General, në ke respektu, falenderit General Nura, falenderit Sadek, falenderit Bashkim Artën, falenderit deputetin Derun, falenderit Anet. Falenderit gjithve po bohen 6 për zgjedhje që pikaloj prej 2018-ës kërë min procesin zgjedhor për kryetar degë. 6 për zgjedhje nuk jem pak. Se në ka 2-3 muaj të marrë në përgjede që i vjen për bërë një 20 muaj non-stop në teren, non-stop me njerës, me do jëm familiarizu shumë, me do këm do këtë ma shumë përri me tasën e të shpis, të punu për partim, që qka do me thonë kjo që pa pushtet nivel qëndror, pa pushtet nivel komunal, këna arrit me dalë 2 në zgjedhjet e 2025, në falë qëndrimit ju, dhe për mu, ju, nëse ka partia heroj, ju jeni aktivist në fushë Kosovë, heroj të Partisë Demokratike të Kosovës. Falenderit për mundin. Kër në avon zgjedhje nacionale, këm ditë që ka në shkullë general në deputet, edhe thesha që ka me pëshu rënë kovend edhe në me au ka pësha në rënë. Po du me thonë që ka me përshu edhe komuna marën, kur të fiton për të këja komune dhe me ju general. Për nga ka në rusën të që në orë, për një në shumë në rumë, se edhe jo krejtë që në ka në orë që general, që janë të rumë shumë, ka me qenë gjithmonë. Unë du mi premtu general të dhe juve, që kena me ndrejsh njës për thëmë, si kur kula i felit, po që ashtu në 16 diçka e kena projekt, edhe që atë 3 shkronja të artë atë, që kësë këna me ngritë që atje lartë, ku ka me qenë pikë turistike, ma madhe në Kosovë. Është Kosova e ka një histori të veçantë, nuk përdu me lodhë sonte me histori, edhe pse përdu me bo ato kur të bojmë, kene me kuptu, pse po bojmë, edhe qka po bojmë. Po ju flasë për shtu projektën pika shkurta se shumicave që keni pa dhe në rritet sociale, deputet thanë që PDK hapë komunën, zhvillohet, është mëse rëktetit, Diniferizajnë, Mitrovicën, Skënderajnë, Ushtërënet e tjera, po fushë Kosova o me jetë shumë brapa në aspektin kulturor, në aspektin me rritë fëmit ma mirë, ma shëndet shumë, ma aktivitete kulturore, ma sportive. Fëmijët tonë kanë nevojë me pas fusha ma të mëdhaja, kena me bo fushën e madhe, fushën ndimëse, kena me ndërtu shkolla ma shumë, kena me ndërtu qerdhe ma shumë, kena me bo qendrën e mjekësisë familjare 3, kena me bo qendrën e mjekësisë familjare prap, ambulant prap, sepse këto ndikojnë direkt në mirëqenjen e juj, në mirëqenjen e secilit qytetar, që mos me shpenzu ka shumë që shka shpenzu deri sot. Me grotorën e qytetit, që e kena shumë afër Obiliqin, shumë afër se Prishtina që e shfrytëzon termocentralet e Obiliqit, na e kena shumë mundësi më të madhe me realizuar ngrotore. Prej 200-300 euro që paguën secili qytetar për ngrotore gjatë dimrit, në muaj do të paguajë 20-30 euro. Prej shumë shpenzime që shkojnë në laboratore, në analiza, në fotografi. Familja saj një profesioniste në fushën e saj si inspektore, Gentiana Gojnovsi, ekonomiste, sekretare në shoqatën e fotografëve, Dardania, inxhiniere në komunikacion, doktoresha Vesa, dentiste, Gaura, në 2 fakultetat krimës në vënse, Valën Mërseli, politolog, menager dhe shumë projekte para në Bulsi.
Astritin, një trener që futbolin për Kosovës e mjesi legjendë për Kosovës futbolin. Albanin, një djallin e dvejgjë që ka bashku ekipë të një. Mirsati Qëqalla që vjen për bardit madh, Idrizi që vjen për Breznica, një futbaler, sportist edhe ekonomist, një Gjeni Koqi për Arilashit, një ekonomist. Edhe dikën, ku është Agnesa? Ku e Anisa? Anisa me sa me përqesë, një ekonomist e vjetë, falë Anisa si s'ka së vërë. Kështu që ekipën ma të mirë, projektet ma të mira, guximin e kem, dijen e kem, buxheti është, nuk ka arsye pse mos më realizu këto. Krejt që na duhet njëve me na dhonë qatë mundësinë. Kështu që kanë betë edhe pak ditë, unë besoj shumë në juve, që nuk keni mund dalë me këto ditë, edhe këna mi realizu që të projekte s'bashko. Po kur të fiton PDK-ja fush Kosovën, ka me pas ndikim edhe nivel qendror me fitu PDK-ja, sepse ka votus shumë në fush Kosovë. 51.000 votusi ka komuna jonë. Nëse na arrina me fitu komunën, unë ju garantoj, edhe deputetëve, edhe generalve, edhe afjalin, që këna me trefishu votën e PDK-s fush Kosovë, qatë ditë që të fitojnë a komunë. Na e dina që shme fitu, edhe komunën na dina që shme punu me komunë për ata, i sigurej që i trefishoj votën. Se me projekte tona, me punën e madhe që këna me bon komunë, kjo ndikon direkt në besimin e qytetare me rikëthit e PDK-ja. Se veç PDK-ja ka thani një fjallë kryetari partisë ka dreveseri. Kur ndalet PDK-ja, ndalet Kosova. Kjo nuk duhet me ndohë, për hirë të ati, për hirë të Hashim Thaqit, kemi obligime me fitu komunën e me fitu Kosovën. Unë falenderoj shumë, falenderoj juve dhe UÇK, falenderit shumë për pjesëmarrjen, jemi me 12 nëntore, festojmë fitoren së bashku në ditën e zgjedhjeve. Kur do të marrin pjesë edhe generalët dhe kryesia kryetari i partisë. Falenderit shumë, në shkollën me ekranë.